Fermerët dhe blegtorët në qarkun e Korçës kanë nisur aplikimet për skemat kombëtare të subvencioneve për vitin 2026, ndërsa shumë prej tyre thonë se ndihma financiare është e domosdoshme për të përballuar kostot e larta të fermerëve dhe vështirësitë ekonomike. Megjithatë, një pjesë e fermerëve ankohen për procedurat dhe kostot shtesë për mbledhjen e dokumentacionit. Banorët e zonave të thella malore shprehen se rruga dhe shpenzimet e transportit u vështirësojnë procesin e aplikimit. Po ne jemi dhe larg në zonat malore dhe na ndihmojnë. Shumë jo, po që bereqave... Po blesh ta bazë ushqimore? Bazë, tagji, se reblemet e nuk, do më thënë se jemi zonë lartë, malore shumë. Çfarë zonë? Marian, të Toparit. Te kisha. Po në lidhje me procedurat, me dokumentacionin, sa e vështirë është për ju të mbledhësh të gjitha dokumentat që kërkohen? Po është tash se edhe kjo rrugë e largë, tja 7.000 lekë do makina. Me vajtje 7.000 lekë visht, 7.000 lekë tikisht. Edhe këteja pastaj po duan këto procedurat kanë. Po thoni që po nuk mbaruat brenda ditës, por ju është një kosto e shtuar që E shtuar. Ja, unë të shikoj një akaradë këtu një, po të ta marrë do të sot, sot ta marrë. Ndërkohë fermerët e tjerë që kanë investuar në blegtori e shohin skemën si një mbështetje të rëndësishme për sigurimin e bazës ushqimore për baktit gjatë dimrit. Mbashtrojmë në dhinë alpine franceze. Po? Dhe jemi nga qyteti, unë tash kam marrë në bazë 15 vitës nga Amerika dhe po mbashtroj këtë lloj kafshe. Subvencionimi është hera e parë që po ndodh. Shikojmë se sa do na jep rezultatin. Ta 1500 lekë të reja për kokë subvencionojnë. Si u duket? Si vlerë? Po deri diku është mirë, sigurojmë gjysmën e bazës ushqimore për periudhën e dimrit. Ai tregon se të gjitha baktit janë të matrikuluara dhe të vaksinuara, ndërsa sfida mbetet plotësimi i kriterit minimal për 30 krerësh. Sot ja kjo na del neve sepse sasia duhet jetë deri në 50 krerë. Ne na dalin 49 për një kokë. Tashi kemi gjendje, do ta matrikulojmë atë dhe do të vim të aplikojmë. Ndërsa për fermerët me sipërfaqe të vogla toke, përfitimi nga skemat mbetet i vështirë për shkak të kritereve dhe procedurave burokratike. Nuk e përfitoj, se unë 5 dylim tokë kam. Duhet të kesh 30. Po se gjeno do tash me tjetër. Të vesh të besh, më thanë nga komuna, të vesh të besh ato një kontrat brava, një kontrat qiraje që tash. S'ma leverdis mua, qarë kotë, pse të vi vërdal. Dhe blegtor të tjerë që kanë hapur fermat së fundmi, thonë se subvencionet janë një ndihmë e madhe për të vazhduar aktivitetin. Faleminderit shumë për këtë që po bëjnë këto subvencionimet. Çfarë të them tjetër? Çfarë do aplikonit? Për dhi. Për blegtor tim ta. Sa kishin? 49. Dhe nuk përfitoni? Po për një sfitojmë tash. Kemi të pa matrikuluara. Do t'i matrikulojmë dhe ato, do vinë pastaj se doktori Liku, ti matrikuloj e do aplikojmë pastaj në rregullisht siç është ligji. Sa ju ndihmon kjo skemë? Shumë na ndihmon. Për çdo gjë. Sipas drejtorit të drejtorisë së bujqësisë në Korçë, Vullnet Gjolla, skemat e vitit 2025 sjellin ndryshime që synojnë përfshirjen e më shumë fermerëve dhe për afrimin me skemat e Bashkimit Evropian. Duke filluar nga skema e aplikimeve në blegtorët, ku vlen të theksojmë skema e parë për gjeth ndryshon, ulet masa e përfitim, ulet numri i gjedhve që përfitojnë nga kjo skemë, që do të thotë nga 10 krerë do shkojnë në 5 krerë, dhe rritet masa e përfitimit që është nga 10.000 lekë të rinj në 12.000 lekë të rinj për gjeth. Njëkohësisht kemi edhe skemën e dytë që skema e blegtorisë pra të imtat, ku ulet numri për aplikim i të imtave nga 100 kokë për fermer, shkon në 50 kokë për fermer dhe rritet masa e përfitimit nga 1.200 lekë të rinj në 1.500 lekë të rinj. Ndryshime ka dhe për bletarin, si dhe skemën e mbështetjes për sipërfaqet bujqësore. Edhe për kosheret e bletëve, nga 50 koshere ulet në 25 koshere për fermer dhe rritet masa e përfitimit nga 1.000 lekë të rinj për koshere në 2.000 lekë të rinj për koshere. Njëkohësisht, një skemë shumë e rëndësishme është edhe skema numër 8, e cila ka të bëjë me aplikimin për sipërfaqe toke, pra tashme nuk do të kemi me naftë për hektar, për sipërfaqe, por do të kemi lekë për sipërfaqe.
Gjolla thot se qëllimi është nxitja e bashkëpunimit mes fermerëve dhe rritja e aksesit në financime. Pra jemi drejt për afrimit të skemave të Bashkimit Evropian. Pra ne po aderojmë për ty në Bashkimin Evropian dhe po bëjmë përpjekjet maksimale që këto skema të përafrohen me skemat e Bashkimit Evropian. Autoritetet bëjnë thirrje që fermerët të aplikojnë pranë pikave të shërbimit të njësitë administrative që konsiderohet më gjithëpërfshirëse për sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë.